Operatorët turistik janë duke u përgatitur për sezonin e këtij viti, I cili tashmë është zgjeruar në kohë. Kryetari I Shoqatës së Turizmit në Durrës, Eduard Xhepa, thotë se operatorët turistik janë optimistë se sezoni do të jetë I mbar, ndërkohë që shton se kanë pasur një bashkëbisedim të mirë me Bashkinë e Qytetit në lidhje me punën që duhet përmirësuar në drejtim të infrastrukturës turistike. Më shumë jemi fokusuar tek përmirësimi I trafikut, ke pikat e informacionit turistik, ke gjithë transporti urban publik I cili është gjithmonë I rëndësishëm dhe pastërtia, mënyra e organizimit të punës dhe koordinimi I veprimeve midis institucioneve shtetërore dhe operatorëve turistik privat. Situata në lindjen e mesme duket se do të ketë ndikim këtë vit. Xhepa thotë se për momentin ka një stepje të prenotimeve, por gjithsesi vendi ynë mund të përfitojë nga turistë që mund të anulojnë udhëtimet në vendet e lindjes së mesme. Mendojmë dhe shpresojmë për një zgjidhje të shpejtë të luftës në lindjen e mesme, por gjithsesi shpresojmë dhe të thithim edhe klientë të rajonit, të cilat ndoshta anullojnë prenotimet që kanë pas në lindjen e mesme. Kjo vjen dhe si pasojë e ofertave të mira turistike që ka Shqipëria dhe të gjithë klimës dhe terrenit turistik që në Shqipëri po vjen nga vit në vit duke u përmirësuar. Operatorët turistik kanë ngritur edhe shqetësimin në lidhje me aktin normativ për pajisjen e të gjithë hoteleve me impiante për pastrimin e ujrave të ndotura, gjë që sipas tyre nuk ka kuptim nëse hotelet janë të lidhur me rrjetin e ujrave të ndotura dhe I shkarkojnë aty ato.